Në prag të sezonit turistik, Bashkia e Himarës ka dhënë një kontratë prej rreth 100.000 eurosh për aktivitete kulturore fituar pa konkurrencë nga dy kompani të dyshimta në Pogradec. Njëra prej tyre ofron shërbime funerale. Policia e shtetit ka arrestuar Eris Mehmetaj, të dyshuar për përfshirjen në vrasjen e Renato Hoxhait në Vlorë. Ai ka siguruar automjetin dhe targat false për autorin e krimit. Pas 7 vite shëtime është zbardhur vrasja e 18 vjeçarit Antonio Karafili në Voskopoj, e cila ishte inskenuar si vetvrasje. Ishte dashura e tij Kesi Spahillari dhe 65 vjeçari Recep Vathi, tashmë i ndjer, janë të dyshuarit kryesor. Stresi nga nxehtësia pritet të ketë ndikim më të madh, duke shkaktuar sëmundje, rritje të mungesave në punë dhe ulje të rendimentit në sektorin më të ndjeshëm në tregun e punës. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV Dheu. Në prag të sezonit turistik, Bashkia e Himarës ka dhënë një kontratë prej rreth 100.000 eurosh për aktivitete kulturore fituar pa konkurrencë nga dy kompani me profil të dyshimt në Pogradec. Njëra prej tyre, Jokland & Co, ka si aktivitet kryesor shërbime funerale, ndërsa tjetra është një shoqëri bujqësore, duke ngritur pikpyetje mbi transparencën e këtij tenderi. Në prag të sezonit turistik 2025, kryebashkiaku i Himarës, Vangel Tavo, ka firmosur një kontratë prej rreth 100.000 eurosh, e cila ka për qëllim organizimin e aktiviteteve kulturore në qytet. Tenderi është fituar nga bashkimi i dy kompanive me seli në Pogradec, Jokland & Co SHPK dhe SHBB Elia Buzahishte 1998 SHPK. Tenderi është shënuar me flamur të kuq, pasi dy kompanit kanë ngaruar të vetme dhe kanë fituar tenderin me një ofertë gati identike me fondin limit të përcaktuar, gati sa 99.9% e shumës së vënë në dispozicion. Kontrata është nënshkruar për një shumë pak më të ulët se fondi limit, 9.973.000 lek PATVSH, ndërsa fondi maksimal ishte 9.983.000 lek PATVSH. Fakti humoristik në këtë procedurë tenderimi është profili i kompanisë kryesore fituese Jokland & Co. Kjo kompani ka si objekt veprimtari ofrimin e shërbimit funeral, skrap, mirëmbajtje varrezash, tregti produktesh bujqësore dhe blegtorale, e ndërsa kohët e fundit ka shtuar në objekte dhe organizimin e panajireve dhe eventeve. Duket se gjeli i ka sjellë gurin e zi sezonit turistik në Himar. Kompania tjetër e përfshirë në kontratë, SHBB Elia Buzahishte 1998, është shoqëri bashkëpunimi bujqësor që vepron në një zonë rurale të Pogradecit, larg çdo lidhje të dukshme me organizimin e aktiviteteve kulturore në zonat bregdetare. Eris Mehmetaj është arrestuar ditën e sotme nga policia e shtetit si dyshuar për përfshirje në vrasjen e Renato Hoxhait në Vlorë, duke i siguruar autorit të krimit automjetin dhe targat false. Hetime zbulojnë lidhje të tij me grupe kriminale dhe dyshohet se vrasja është porositur nga Dubai. Eris Mehmetaj, personi që shihni në foto, është robojani arrestuar nga policia e shtetit, si dyshuar për përfshirjen në ekzekutimin e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, mëngjesin e 27 prillit në qytetin e Vlorës. Sipas burimeve nga grupi hetimor, Mehmetaj akuzohet se i ka siguruar automjetin e autorit të vrasjes, ndërsa i ka ndruar edhe targat për të shmangur identifikimin nga policia. Prokuroria dyshon se Mehmetaj kishte njohje të ngushta me autorin dhe ka luajtur një rol kyç në logjistikën e atentatit. Nga të dhënat e deri tanishme, rezulton se Mehmetaj ka pasur aktivitet në fushën e shitblerjes së pasurive të paluajshme, por gjithashtu ka qenë edhe mik i afërt i Rohan Brahimit, një personazh i njohur i botës së krimit, i cili u ekzekutua një vit më parë në Athinë. Vetëm disa ditë më parë, u vra dhe baba i Ibrahimit, Gjevalin Prendi, duke thelluar dyshimet për një zinxhir hakmarrjesh mes grupeve kriminale. Arrestimi i Mehmetajt u bë mbrëmjen e kaluar. Gjatë kontrollit, policia i sekuestroi telefonin personal, brenda të cilit thuhet se janë gjetur prova të vlefshme për zbardhjen e vrasjes së Hoxhait. Pista kryesore hetimore tregon se vrasja mund të jetë porositur nga një grup kriminal që operon në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku edhe Mehmetaj kishte udhëtuar kohët e fundit. Në profilin e tij në rrjetet sociale, Mehmetaj ka publikuar foto nga Dubai, vetëm një muaj më parë, duke ekspozuar një jetë luksoze. Ndërkohë, policia ka marrë në pyetje 5 persona në lidhje me ngjarjen, përfshirë dhe bashkëjetuesen e viktimës Klodiana Rakipaj. Renato Hoxha, i cili punonte si roje ndërtimi, u qellua me 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në trup, teksa ndodhej pranë banesës së tij në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë. Viktima ndroi jetë në vend, ndërsa trupi u gjet nga partnerja e tij, e cila dëgjoi të shtënat dhe doli menjëherë jashtë. Hetimet vazhdojnë, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e përfshirjes së elementëve të tjerë në këtë ngjarje me prapavi kriminale.
Gjykata e apelit ka liruar nga burgu 66 vjeçarin Pren Shota duke e vendosur në arrest shtëpie me byzylyk elektronik, pasi u vërtetua se nuk ishte dieni për armën që përdori i biri në vrasjen e Vladimir Topianës. Ngjarja ndodhi pas një konflikti mes dy familjeve shqiptare në Itali. Gjykata e apelit ka vendosur që Pren Shota, 66 vjeçari banor i Saçiles, të lirohet nga burgu dhe të vendoset në arrest shtëpie me byzylyk elektronik. Ai ishte arrestuar fillimisht për bashkëpunim për vrasjen e Vladimir Topianës, një 43 vjeçar me origjinë shqiptare, që ndodhi më 6 prill përpara Bar Sporting Milan Club në Fontana Fredo, pas një debati të ashpër. Autori i drejt i krimit është Roger Shota, djali i tij, i cili u arrestua po atë natë në orë saxho. Hetimet kanë zbuluar se sherri mes palëve nisi në një bar në Viale Republika në Saçile dhe ka të ngjarë të ketë pasur lidhje me një konflikt të mëparshëm mes dy familjeve në Shqipëri. Gjatë përplasjes në Fontana Fredo, Vladimir Topiana e sulmoi fizikisht Pren Shotën duke i kafshuar veshin, ndërsa ky i fundit ndodhej në tokë. Në atë moment ndërhyri Roger Shota, i cili nxori armën dhe e qelloi 2 herë, duke e plagosur Topianën në kokë dhe në bark, çka i shkaktoi vdekjen e tij pak më vonë. Fillimisht dyshohej se Pren Shota ishte në dieni të armës që mbante djali i tij, por më pas në bazë të dëshmive të dhëna nga ai dhe analizës së gjykatës, u konstatua se ai nuk ishte dieni për qëllimin e djalit dhe se vrasja nuk ishte e paramenduar. Për këtë arsye, gjykata vendosi të zbusë masën ndëshkuese duke e transferuar nga burgu në arrest shtëpie. Pas 7 vite shëtime është zbardhur vrasja e 18 vjeçarit Antonio Carafili në Voskopoje, inskenuar fillimisht si vetvrasje, ku e dyshuara kryesor rezultoni shtefejuara e tij, Casey Spahillari. Ajo akuzohet bashkë me 65 vjeçarin Recep Vathi, me të cilin kishte një lidhje të fshehtë, të cilët ekzekutuan të rimun pas zbulimit të tradhtisë së tij. 7 vite pas një ngjarjeje që tronditi Voskopojën, është zbardhur e vërteta pas vdekjes së 18 vjeçarit Antonio Carafili, i cili u gjeti varur në një pishë në qershor të vitit 2018. Aso kohë, rasti u klasifikua si vetvrasje, por familjarët ngritën që në fillim dyshime të forta, sidomos ndaj të fejuarës së tij, Casey Spahillari. Sot hetimet kanë nxjerrë në dritë një skenar makabër. Casey Spahillari, atëherë adoleshente, kishte krijuar një lidhje të fshehtë me 65 vjeçarin Recep Vathi. Sipas dosjes hetimore, Antonio kishte zbuluar dashuritë në flagrancë, çka besohet se u bë shkak që dyshja të ndërmerrte aktin ekstrem, vrasjen e tij, duke inskenuar më pas si vetvrasje. Detajet janë tronditëse. Spahillari ka qenë ajo që ka lajmëruar të afërmit e të ndjerit, duke u treguar me saktësi vendin ku ndodhej trupi, pa pasur zyrtarisht asnjë informacion paraprak. Më tej, analiza e trupit të viktimës nuk zbuloi asnjë gjurmë kontakti me pishën, duke e përforcuar dyshimet se ai ishte varur artificialisht. Gjurma DNA-je të Recep Vathit janë gjetur gjithashtu në çarçafët e banesës së Caseyt. Ndërkohë që Vathi i dha fund jetës në gusht të vitit 2024, Casey Spahillari sot ndodhet në Kanada, ku ka krijuar familje të re. Gjykata e Korçës ka saktuar masën e sigurisë arrest me burg ndaj saj në mungesë dhe pritet që autoritetet të kërkojnë ekstradimin. Një krim pasioni i maskuar si vrasje që tani kërkon drejtësi pas 7 vitesh heshtje dhe dyshimesh. Një 68 vjeçar u rrëmbye në Tiranë nga 5 persona, mes tyre dhe një grua me të cilën kishte nisur një njohje në rrjetet sociale dhe u mbajt peng në një banesë të braktisur në këmbim të 2 milion lekëve të rinj. Policia arrestoi autorët brenda pak orësh dhe sekuestroi një pjesë të shumës të marrë nga shantazhi. Një 68 vjeçar është marrë peng në mes të Tiranës nga 5 persona që e kanë mbajtur në një banesë të mbyllur në këmbim të 2 milion lekëve të reja për ta liruar. Edvara Galliu, 68 vjeç, rapre një skeme të mirë organizuar nga disa persona, mes tyre edhe një grua, me të cilën kishte nisur një njohje në rrjetet sociale. Sipas hetimeve të policisë, Nikoleta Begolli, 32 vjeçe, kishte krijuar kontakte me viktimën dhe e ftoi atë për një takim në zonën e Pazarit të Ri. Por në vendin e takimit, Galliu u rrëmbye me forcë nga 3 persona dhe u fut në një automjet, duke u larguar në drejtim të paditur. Ngjarja ndodhi në rrugën George Bush, në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës. Më pas 68 vjeçari u çua në një banesë të braktisur në fshatin Kakunj, në kufit të Elbasanit, ku mbajti izoluar. Autorët kontaktuan bashkëshorten e viktimës dhe i kërcënuan me jetë bashkëshortin, duke i kërkuar një shumë prej 2 milion lekësh në këmbim të lirimit. Parat ju dorëzuan njërit prej të dyshuarve, Bajrami Braliu, 57 vjeç, në zonën e Saukut. Policia identifikoi dhe arrestoi të gjithë autorët brenda pak orësh, falpamjeve të kamerave të sigurisë, të cilat dokumentuan momentin e rrëmbimit.
Gjatë kontrolleve të mëvonshme në banesat e të dyshuarve dhe në automjetin e përdorur, policia sekuestroi 17.460.000 lekë të vjetra të dyshuara si të marra nga shantazhi. Të arrestuarit janë Clinton Sina, 21 vjeç, Sulejman Sina, 31 vjeç me precedent penal për vjedhje me dhunë dhe i dashuri i Nikoletës, Idayet Mashallari, 21 vjeç, Beram Ibraliu, 57 vjeç dhe Nikoleta Begolli, 32 vjeçe. Të gjithë janë banues në Tiranë dhe ndaj tyre rëndojnë akuzat për rrëmbim personi, shtrëngime anë të kanosjes për dhënie pasurie dhe bashkëpunim kriminal. Policia dhe Prokuroria e Tiranës po vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të skemës së pegmarrjes dhe për identifikimin e ndonjë bashkëpunëtori tjetër të mundshëm. Në një takim entuziast në Michigan, Donald Trump deklaroi se nuk keni parë gjë akoma, duke folur për 100 ditët e para të mandatit të tij të dytë si presidenti i SBA-s. Ai theksoi arritje të tilla që lidhen me uljen e inflacionit, frenimin e emigracionit të palishëm dhe çrënjosjen e indoktrinimit progresist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka zhvilluar një takim në Michigan ku para mbështetësve të tij, më besnik, deklaroi me vetbesim se nuk keni parë asgjë akoma, duke sinjalizuar se mandati i tij i dytë do të sjellë ndryshime edhe më të mëdha për Amerikën. Në një fjalim të imbushur me premtime të forta, Trump theksoi disa nga ato që ai cilëson si sukseset e para të qeverisjes së tij në 100 ditët e para. Po japim fund makthit të inflacionit më të rëndë në historinë tonë, po shporim marrëzinë e transgjinisë nga qeveria, po ndalojmë indoktrinimin e fëmijëve që ka çuar në plera miliarda dollar me abuzime dhe mashtrime, u shpreh ai duke sulmuar drejt për drejt politikat liberale dhe lëvizjet progresiste që kanë dominuar debatet sociale në SBA vitet e fundit. Një nga pikat kryesore të fjalimit të tij ishte situata në kufi, ku Trump deklaroi se emigracioni ilegal është në rënje dramatike. Numri i emigrantëve ilegal ka rënë me 99.99%. Kjo nuk është vetëm fjalë, janë të dhëna zyrtare nga administrata jonë për mbrojtjen e kufive, tha ai duke marrë duartrokitje të forta nga turma. Në vijim ai nënvizoi se misioni i tij kryesor mbetet ruajtja e ëndrrës amerikane dhe kthimi i madhështisë së vendit. Po e bëjmë Amerikën sërish madhështore dhe po e bëjmë shpejt, shtoi Trump duke ripërsëritur sloganin e tij të famshëm. Fjalimi i Trump në Michigan nuk ka kaluar pa reagime. Përfaqësues të komuniteteve LGBTQ+, organizatat për të drejtat e njerëzit dhe figura të opozitës politike kanë dënuar gjuhën e përdorur nga presidenti amerikan, duke e quajtur atë përçarëse dhe nxitëse të urrëties. Rreziqet klimatike po ndikojnë drejt për drejt në tregun e punës në Ballkanin Perëndimor. Sipas raportit të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, temperaturat në rritje dhe reduktimi i rreshjeve kanë filluar të ndikojnë ndjeshëm në produktivitetin e punëtorëve dhe në ekonominë e rajonit. Rreziqet klimatike po godasin drejt për drejt tregun e punës në Ballkanin Perëndimor, me Shqipërinë që vlerësohet si vendi më i prekur në rajon. Sipas një raporti të fundit të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, temperaturat në rritje dhe reduktimi i rreshjeve ka filluar të ndikojnë ndjeshëm tek punëtorët, të ardhurat e tyre dhe produktiviteti i përgjithshëm. ILO parashikon se deri në vitin 2030, Shqipëria do të humbas 0.07% të orëve vjetore të punës, një nivel i krahasueshëm me rreth 700 vende pune me kohë të plotë. Stresi nga nxehtësia pritet të ketë ndikim më të madh, duke shkaktuar sëmundje, rritje të mungesave në punë dhe ulje të rendimentit në sektorët më të ndjeshëm ndaj temperaturave të larta. Temperaturat ekstreme jo vetëm që kufizojnë kapacitetin fizik të punëtorëve, por rrisin edhe rrezikun e aksidenteve, sidomos gjatë ditëve të para në punë, thuhet në raport. Ky fenomen nuk është i panjohur në rajon. Gjatë përmbytjeve të mëdha të vitit 2014, ndikimi i fatkeqësive natyrore solli humbje të mëdha në tregun e punës. 33.500 vende pune u humbën në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa 51.800 vende pune u pezulluan përkohësisht në Serbi, si pasojë e dëmeve në infrastrukturë dhe ekonomi. ILO nënvizon se nevojitet ndërhyrje urgjente për të përshtatur politikat e punës me realitetin e ri klimatik, duke garantuar kushte më të sigurta për punëtorët dhe duke investuar në sektor më të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve të modit. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.